Nuk është hera e parë që ministrat e Edi Ramës vjedhin. Kanë vjedhur prej vitesh. Janë të akuzuar, po vuajnë burgim, ministri parë, ministri dytë, ministri treti, katërti, pesti, nuk mbahet më sa. Lere më pastaj deputete, kryetar bashkie. Po jo vetëm kaq. Belinda Balluku është zëvendës kryeministre e dytë, që radhazi akuzohet për korrupsion. Dhe në të gjitha këto raste, Edi Rama për asnjë moment nuk ka mbajtur minimumin e përgjegjësisë politike. Në çdo vend që ka një minimum demokracie dhe ku kryeministri i vendit ka minimumin e vet respektit, sot do duhet kishte dhënë dorëheqjen dhe Shqipëria do duhet ishte futur në një proces zgjedhjesh të parakohshme. Mirpo Edi Rama as e mendon dorëheqjen dhe vetëm kaq, po ka zgjedhur me paturpsinë më të madhe që ta mbrojë Belinda Ballukun. Sot të gjithë shqiptarët pyesin veten, pse Edi Rama në mënyrë fanatike, duke shkelur kushtetutën dhe ligjet e vendit, nuk e dorëzon Belinda Ballukun, nuk e shkarkon dhe nuk i jep dorëheqjen. Përgjigjja më e arsyeshme është se Edi Rama është i përfshirë vetë personalisht në të gjitha aferat korruptive. Pa dijenin e Edi Ramës, pa përfitimet e Edi Ramës, nuk do të ndërtohen në mënyrë abuzive tuneli Llogaras. Pa idenë e Edi Ramës, pa informimin e Edi Ramës dhe pa interesat dhe përfitimet e Edi Ramës, nuk do vidhe loti i katërt i Unazës madhe të Tiranës. Pa dijenin, interesat dhe përfitimet e Edi Ramës, nuk do t'jepeshin me koncesion sa e sa rrugë që i kushtojnë qytetarëve shqiptar më shtrenjtë se çdo qytetari tjetër të Evropës. Këta që e kanë pushtetin sot dhe ushtrojnë prej shumë vitesh, janë hajdutët më të mëdhej të historisë së Shqipërisë dhe është vërtet e vështirë të jesh i pari në historinë e vendit tonë për hajdutëri, sepse ne na kanë vjedhur brez pas brezi, e kam abuzuar brez pas brezit pushtetshmit. Mirë po Edi Rama, Belinda Balluku, Erion Veliaj, e të gjithë tjerët ja kanë dalë të jenë kampion të hajdutërisë në Shqipëri, në Ballkan, në Evropë dhe dora në zemër duhet të jenë ndër vendet e para të botës kur vjen puna për të vjedhur. Lëvizja Bashk dënon me forcë çdo akt korruptimi, kërkon me forcë shkarkimin urgjent të Belinda Ballukut, kërkon po ashtu dorëheqjen e Edi Ramës, kërkon shtrirjen e hetimeve edhe të Edi Rama, edhe të ministrat e tjerë, edhe të oligarkët, edhe të ata që kanë vjedhur bashkë me Belinda Ballukun. Këtu nuk mund t'jenë cat nënës e cat njerëkës. Ligji është i barabartë për të gjithë, askush s'mund t'jetë mbi ligjin. Ti mund t'jesh miliarder oligark, nuk mund t'jesh mbi ligjin, nuk mund t'jesh përmbi të drejtat që ka një qytetar i thjesht dhe detyrimet që ka një qytetar i thjesht. Edi Rama na turpron çdo ditë që është në pushtet. Ai vetë ka humbur aftësinë për të patur turp. Ai nuk përmbush më as kushtet minimale të një qenie njerëzore me dinjitet. Mua më vjen gjithmonë mendje kur kujtoj Ramën një thënie Mark Twainit. Mark Twaini ka pas thënë që njeriu është e vetmja kafshë që duhet të turprohet, duhet skuqet nga turpi, ka mundësinë të skuqet nga turpi. Edi Rama prej vitesh, prej dekadash, që kur ka qenë kryetar bashkie dhe bashkë me të, Sali Berisha, Ilir Meta e gjithë llumi politikës vjetër e kanë humbur kapacitetin për të pasur turp, e kanë humbur kapacitetin për të skuqur. Mirë po, qenia e Edi Ramës në krye të qeverisë shqiptare çdo ditë është një njoll turpi që rritet në trupin, në fytyrën e shoqërisë shqiptare. Ndaj unë ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, në emër të Lëvizjes Bashk të ngrihen në këmbë, t'i thonë ndal korrupsionit, t'u thonë shporruni hajdutëve, boll na kanë vjedhur, boll na kanë zhvatur të smurët, kanë zhvatur punëtorët, kanë zhvatur pensionistët, kanë zhvatur çdo njeri që jeton me punën dhe sipërmarrjen e tij të ndershme. Hajdutët e kanë vendin brenda institucioneve, hajdutët e kanë vendin në burg. Në qoftë se nuk i fut drejtësia, populli shqiptar do të ngrihet në këmbë dhe do të kërkojë që secilit jap llogari për çdo dëm që i ka bërë këtij populli e këtij vendi ndër dekada.